إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun Azza wa Jalla lavdrojmë, ata falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje te Allahu Azza wa Jalla nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona. Ata të cilën ne udhëzon Allahu me urtësinë dhe mirësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa ata të cilën ne lënë në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. S'ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jall. Dërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më e shëmtuar është ajo shpikura në fe, nga se çdo shpikje në fe është bidat të risi, e çdo risi që në humbje, e çdo humbje që në zjarr të xhenemit. Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve që t'ja kemi frikën e Allahut Azza wa Jall, me një frikë sinqert dhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman. T'ja kemi frikën e Allahut Azza wa Jall kudo që të jemi dhe të pasojmë të keqen me të mirë, se e mira është një të keqen, mirë po dhe të silemi me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Ja, ditët po shkojnë, çdo gjë e cila ka fillimin e ka dhe mbarimin, e i madhruar qoftë Allahu Azza wa Jall i cili është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Çdo gjë tjetër që lind dhe vdes, çdo gjë që vjen dhe fillon mbaron. Edhe ky Ramazani jon jem në prag përfundimit të tij, realisht në xhumon në fundit të tij, dhe thjesht janë disa orë që na ndajnë me përcjell këtë mosafir të ndershëm. Sonte kem taravit e fundit. Thjesht njeriu është mes emocioneve, mërzisë që po ndahet për këtij mosafiri, mirë po edhe në anën tjetër jem të gëzuar që Allahu Azza wa Jall na mundsoj me prit, më mundu me agjeru, më fal. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka paralajmëruar se besimtari, agjeruesi, i ka dy gëzime. Gëzim kur të bën iftar me iftarin e tij, mirë po dhe gëzim kur takohet me Allahun Azza wa Jall dhe me shpërblimin e tij. Pra thjesht ashtu siç mërzitemi që po e përcjellim këtë musafir, jem vetëdijshëm dhe të gëzueshëm që Allahu Azza wa Jall na mundsoj me agjeru. E gëzimin po e përjetojmë për çdo mbrëmje kur po bëjmë iftar, mirë po edhe gëzimin e fundit e kemi, domethënë kur dalim Bajram, e gëzimin më të madh do të kemi kur takohemi me Allahun Azza wa Jall, kur do të ballafaqohemi me atë që na ka premtuar vetë Allahu Azza wa Jall, kur ka thonë se çdo vepër e birit të Ademit shpërblehet prej 10 deri 700 përveç agjerimit, i cili është për mua dhe unë shpërblej për të. E la robi ushqimin, pirjen e pshët e tij për mua. Atë ditë kur do të ballafaqohemi, kur do të kemi më së tepër me nevojë që të vjen dikush na ndërmjetësoj, që të na shtyjmë përpara,
e do të vjen agjerimi dhe Kurani edhe do të dërmjetësojnë për neve dhe do të thotë agjerimi se o Zot e kam privuar nga ushqimi, pirja dhe kënaqësitë e kësaj bote dhe më ndërmjetëso për të. Mirë po edhe do të vjen Kurani edhe do të thotë o Zot, unë e kam lënë pa fjetur duke lexuar Kur'an, më ndërmjetëso për të dhe Allahu Azza wa Jall ja pranon ndërmjetësimin. Apo gëzimi tjetër, kur realisht edhe pse janë të dyrë xhenetit, do të ketë kallabllak edhe njerëz të shumë duke futur ata që Allahu Azza wa Jall ja ka bënë nasib me u futur në xhenet, mirë po do të jetë një derë e veçantë për agjeruesit, të cilët thirrën vetëm agjeruesit, dhe kur të hinë agjeruesit pra asaj dere nuk do të hinë askush tjetër përveç tyre. Këto gëzime na lehtësojnë sadopak këtë mërzi, këtë emocion që po përshëndetim me këtë muaj të begatshëm, me këtë mysafir të ndershëm, në të cilën prej fillimit jemi konë të informuar se qelin dyrët e xhenetit, e mbyllën dyrët e xhenemit, edhe thjesht prangosën shejtanët, edhe me laqet thrasin për çdo natë, o ti cili ke dash me bë mirë, o të shkon mendja me bë mirë, vepro mirë, o ti cili të shkon mendja me bë keq, frevohu, ndalohu, stopohu, e në çdo mbrëmje Allahu Azza wa Jall ka pasur njerëz që i ka amnesue prej zjarrit të xhenemit dhe i ka shly prej regjisave të tyre, e gjitha këto gjëra të cilat dikush edhe i shfrytëzoi, edhe agjeroj, edhe u fal, edhe lexoj Kur'an, edhe dha sadaka, edhe bëri dhikr, e dikush tjetër edhe nuk e bëri një gjatë tillë. Aliu radiallahu ta'ala anhu thoshte se në fund të Ramazanit, sikur të kësha ditë kush është ai i cili pa sukses sa i pranuan veprat me i marë myshde, e cili ke i privuari e të ngushëlloj, edhe të i thamë Zotit lash, se realisht njerëzit vëllezër të nderuar, kërshi kësaj begatije, jenë dy grupe. Ata me cilët me të vërtet e kuptuan se çka është ky mysafir, ja ditën rëndësinë dhe shfrytzuan atë sa kanë patën mundësi. Mirë po edhe tjerët që nuk e çojnë të në kokën fare, edhe pse erdh, edhe pse jetuam, edhe pse po i dalim në fund, edhe pse edhe lodhja jon shkon, edhe pakujdisia e tyre shkon. Mirë më e që mbetet shpërblimi e atij që Allah Azza wa Jall ka pranuar, mirë po edhe mbetet i dështuar i cili ka mbetur i dorthat në këtë muaj. Mirë po kam disa mesazhe edhe për grupin e parë, edhe për grupin e dytë. Grupi i parë që Allahu Azza wa Jall ju dha sukses e të agjerojnë, e të falen, e të bëjnë vepra të mira, fillimisht le të dinë se kjo është prej begative të Allahut Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall na ka nderuar, që na ka udhëzuar, na ka bërë të agjerojmë, të falemi, të japim sadaka e kështu me radhë, dhe mos t'ja atribojmë vetes tonë në këtë çështje, nga se as na nuk jemi më të mëshëm sa ata që s'kan qenë me neve në xhami. Mirë po Allahu Azza wa Jall ka dashur fillimisht që na ka zgjedhur, e na ka udhëzuar, na ka bërë musliman. Allahu Azza wa Jall ka dashur që ne të jemi prej atyre që i frekuentojmë xhamiat, e agjerojmë, e falëndrimi të kanë Allahut Azza wa Jall fillimisht dhe përfundimisht. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na ka udhëzuar për këtë çështje, se për ndryshe sikur mos kishte qenë udhëzimi i Allahut Azza wa Jall, nuk ishim me qenë të udhëzuar. Edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij thoshin: "Wallahi lawla Allahi mahtadina wala sumna wala sallaina." Pasha Zotin, sikur mos në shtekon Allahu me na udhëzuar me mirësinë dhe begatinë e tina, as kishim pas me agjëruar, as kishim pas me u fal. Pra për i thjeshtësisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte se kur e ndodhte diçka që e gëzonte, thoshte alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Falënderimi Allahut i takon, i cili me mirësinë e tij kryen veprat e mira. Për mirësisë Allahut Azza wa Jall, ose na ka nderuar të presim të agjerojmë, të shfrytëzojmë atë sa kena pas mundësi me shfrytëzu këtë muaj. Ky është mesazhi i parë. Mesazhi i dytë, vëllezër të nderuar, është se njeriu pavarësisht se sa ka bë vepra të mira, gjithmonë është mes emocionit
se Allahu Azza wa Jalla din kune e ka pranu kune jo, sa kemi qenë sinqert dhe sa I kena bë veprat si duhet. Fatkeqësia më e madhe është nëse një njeri e bën një të mirë dhe mendon se meriton te Allahu Azza wa Jall edhe shpërblimin edhe futjen në xhenet me veprën e tina, e që një gjë të tillë nuk e meriton as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, I cili informonte se askush nuk me hi në xhenet me drejtësinë e tij, me drejtësinë e Allahut Azza wa Jall. I thonin ja Rasulullah, as teja, thot as on, nëse nuk më ka plan mëshira e Allahut Azza wa Jall. Pra thjesht njeriu duhet me kon gjithmonë me këmbë në tokë, mos me e pëlqy veten, mos më mburr me një vepër të mirë që e ke bë, se fillimisht nuk e din sa të ka pranu. Se nëse të ka pranu, në rregull, mirë po përderisa nuk e din sa të ka pranu, atër ki kujdes. Ibrahimi me Ismailin e ndërtënin qabën, edhe thashin Rabbena taqabbal minna innaka antas samiul alim. O Zot, pranona neve, nga se Ti ai I cili domethënë dëgjon dhe I gjithdijshëm. Thjesht vëllezër të nderuar, besimtari gjithmonë duhet me kon I ult, I përulur, modest, pavarësisht se Allahu Azza wa Jalla I ka mundsuar me bë vepra të mira. Le të din se me këtë që e ka bë, nuk e ka adhuruar Allahun Azza wa Jalla ashtu siç e meriton madhëria e tina. Duke e ditur se cili prej neve se sot metat dhe salshimet I kemë ato që janë vepra të mira. Duke mos I përmendur këtu edhe mëkatet që I kemë gjithne, e që asnjë njeri s'është po mëkate, mirë po gjithmonë duhet me kon njeriu mes frikës edhe shpresës, ashtu siç kur e ka dëgjuar Aisha radhiyallahu ta'ala anha në jetë kuranor nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila, edhe ata kur japin atë që japin e zemrat e tyre janë të frikësuara, I ka thonë ja Rasulullah, ky ajet a është duke folur për ata që pinë alkohol e bojnë moralitet? Thotë jo Aisha, nuk është Allahu Azza wa Jalla duke folur për ta, mirë po është duke folur për ata të cilët agjerojnë, e falen, e japin sadaka, mirë po kanë frikën se mos nuk pranuan veprat te Allahu Azza wa Jalla. Pra thjesht mesazhi I dytë që njeriu mos të ketë vetmburrje, vetpëlqim, edhe të mendon se realisht me të e meriton domethënë shpërblimin e Allahut Azza wa Jalla, nëse nuk ka rahmet nga Allahu Azza wa Jalla. Mesazhi I tretë të nderuar që duhet me pas në kujdes është se njeriu nëse është pendu në këtë muaj të Ramazanit, nëse ka bë vepra të mira në muajin e Ramazanit, nëse ka përmirësu veten në muajin e Ramazanit, mos të bëhet ai I cili e shkatron atë që ka ndërtuar me dy durët e tij. Si ajo gruaja e cila gjatë tërë ditës punon me dorë që ndis e fundi edhe e prish këtë atë që e ka bë. Mirë po, le të mundohet të ruan veprën e mirë si syt e ballit, se kapitali I çdo njerit prej neve në këtë dunja dhe në ahiret është vepra e mirë. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ata që thonin Allahu jonë është Zoti dhe thjesht pasaj vazhdonin dhe vepronin edhe mbetshin këtë rrugë dhe këtë dëshmi që e pretendonin. Të tillët Allahu Azza wa Jall përmes melaçeve I përgëzon në prag të vdekjes që mos të kenë frikë dhe mos të mërziten, mirë po të I përgëzohen me xhenetet me të cilat janë kon të premtuara me to. Pra thjesht vëllezër të nderuar, ai I cili është fal në Ramazan, edhe taravit, mos shkon Ramazani me ikë dhe farze. Ai I cili ka fal ndoshta një orë gjys e ndoshta edhe më tepër namaz taravive, mos shkon Ramazani mos me mujt mi falë 2 recate namaz natës. Ai I cili ka xheruar 30 ditë, domethënë pa ndërprer, mos të shkon spakun në 3 ditë mujt pa ja xheruar, e kështu me radhë çdo vepër që e ke filluar këtë Ramazan, mos u bë që mu përshëndet me Bajram, edhe mos me ditë mose çka përfitove dhe çfarë mësimi nxjerrë. E sprova e parë që thonë dietarët është me këqyr se çka jetë u bë, kështu namazin e vitrit ditën e Bajramit. Qofse ja nis me ditën e Bajramit me lënë namazin e vitrit, realisht këra në provim. Ne dim se realisht nuk është si Ramazani, si është Ramazani, nuk është atmosfera e njëjtë, nuk ka mundësi njeriu me pas
njëjtën kurajo, njëjtën entuziazëm me bëhe vepra të mira. Mirë po, atë që fillon me atë vazhdo. Kështu ka qenë tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu i ka mësuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që atë vepër që e kanë filluar, atë me vazhduar deri në përfundim. Mirë po, vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pasur traditë tjetër, ka thonë ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall, veprat më të dashura te Allahu azza wajal janë ato që janë të vazhdueshme edhe që janë të pakta. Thjesht edhe nëse është e vogël, edhe nëse është e paktë, nëse ke filluar dhe din që është vepër e mirë, vazhdo edhe në Ramazan, edhe jashtë Ramazanit, edhe mos u bë si ai i cili e ndërton e prish atë që ka ndërtuar. Edhe mesazhi i fundit për atë person i cili Allahu azza wajal ka dhënë sukses është që qofse Allahu azza wajal të ka bërë prej atyre që kanë ngadhnjë ndaj vetes tënde, ndaj nefsit tënd, ndaj egos tënde, epshit tënd, dhe realisht je boj pavarur. Mos gabo mu kthy edhe herë në robni, se sa e keqe është robria pas lirisë. Se një njeri i cili nuk e din çka është liria, ai edhe thjesht mësohet me robi se ka dert. Ama i cili e shijon lirinë edhe e din çka është liria, më u kthy në robri për të është vdekja. E besimtari për mesazherimit është liru prej egos e tij, është liru prej nefsit e tij, është liru prej epshëve të tij, nga se për mesazherimit Allahu azza wa jalla ka informuar se për Zotin e kena lënë epshet tona, ushqimin ton, pijet tonja, vetëm bindjen ndaj Allahut azza wa jalla. Edhe nëse kemi, domethënë, gatishmëri për Allahun dhe kemi pas gatishmëri me hiq dorë për çështje të lejuara, atëherë si njeriu kthehet dhe vepron vepra të ndaluara. E këto ishin disa mesazhe sa i përket atij personi i cili Allahu azza wa jalla ka dhënë sukses dhe i ka shfrytzuar këto ditë, ndërsa mesazhi për ata që realisht e kaluan Ramazanin ashtu, duke mos e kuptuar rëndësinë e tij dhe duke mos e shfrytzuar, le të kenë kujdes, të pendohen te Allahu azza wa jall, edhe të dinë se ne do të ballafaqohemi edhe ne dhe ata me Allahun azza wa jall. Wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad. Të ketë frikën e Allahut azza wa jall dhe të shën nefsi, edhe të shën se pe neve se çka ka përgatitur për nesër ditën e gjykimit. Se të gjithë do të takohemi me Allahun azza wa jall dhe do të flasim me të pa ndërmjetësues dhe pa përkthyes. E do të shohemi non në djath, nuk kemi të me pa vetëm veprat tona, edhe non në majtë vetëm veprat tona, edhe përpara neve vetëm se zjarri. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, keni frikë zjarrit edhe me gjysë hurme sadaka. Thjesht ai i cili nuk e ka shfrytzuar të ketë kujdes, pendohet te Allahu azza wa jall. Po Ramazani shkon, edhe ka shkuar edhe do të shkon edhe kë. Mirë, po Allahu azza wa jall thash është i gjallë. Edhe përderisa njeriu ka jetë, edhe nuk i ka ardhur vdekja, edhe nuk i ka ardhur shpirtin fyt, apo nuk ka lindur dielli për perëndimi, gjithmonë është dera e hapur që njeriu të kthehet te Allahu azza wa jall. Dhe Allahu azza wa jall don që njeriu të kthehet te ai. Dhe çdo kush do të hyjë në xhenet, përveç ai i cili do me ik. Ai i cili do me ik dhe refuzon, nuk i çka i bën. Mirë, po dëshira Allahu azza wa jall është që gjithë të kthehemi dhe të pendohemi te Allahu azza wa jall. Lusim Allahun azza wa jall që ata të cilët kanë bërë vepra të mira të java këtë pranuar, ata të cilët nuk e kanë shfrytzuar, Allahu azza wa jall të mundsoj të pendohen dhe të kthehen te Allahu azza wa jall. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Vëllezër të nderuar, prej madhështisë të Islamit është që na mëson që dhe veprat e mira kur i përfundojmë me istighfar edhe me lutje që Allahu azza wa jall na i pranon. E prej falendrimit që Allahu azza wa jall ja bëjmë përfundim këtij muaji të agjërimit është edhe nxjerrja e sadakas, sadakatul fitrit, për cilën ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se është pastrim për agjëruesin.
dhe ushqim për atë i cili nuk ka mundësi. Është pastrim për gjithë neve, të cilët pavarësisht se kemi agjëruar, agjërimin e kemi pas ashtu si kemi pasur. Me gjitha vretjet, lëshimet eventuale që kanë mundësi me ndodhë njeriu se kanë qenë 30 ditë, kanë qenë në pyetje me 5-16 orë ditje, e që gjithë kemi lëshime dikush më pak e dikush më shumë, Allahu azza wa jalla na mundson që këtë muaj të përfundojmë me këtë pastrim të agjërimit tonë duke dhënë sadaka, mirë po edhe në anën tjetër që gëzimin që do të presim Bajram të ndajmë edhe me tjerët edhe me ata që nuk kanë mundësi, për ata nxirret sadakatul fitri, pastrim për agjëruesin dhe ushqim për të varfrin, i cili japet para se mu fal Bajrami. Mundësisht prej sot, nesër afatin e ka derisa të falet Bajrami, se në qoftë se nxën Bajrami e nuk e ka dhënë, faktikisht është një sadaka për sadakave të përgjithshme e nuk është sadakatul fitr. Sadakatul fitr vëllezër të nderuar jepet edhe për burra, edhe për gra, edhe për të rritur, edhe për fëmijë, me kush që me qenë musliman. Lutim Allahun azza wa jall që të na pranojë agjërimet tona, na pranojë sadakat tona, të na pranojë çdo vepër të mirë që kemi bërë në këtë muaj të Ramazanit, mirë po të na fal çdo lëshim, çdo gabim që kemi mujt me bën këtë muaj, duke lutur Allahun azza wa jall që të na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, që të jemi të vazhdueshëm në vepra të mira edhe pas Ramazanit. Lutim Allahun azza wa jall që të presim më shumë Ramazane të tjerë në shëndet e mirësie, në mirëqenie. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون